përsëri po e them që ndroj prapa asaj që e kam thënë, dhe arsyeja e vetme pse e kam ngrit këtë çështje ka qenë në kundërpërgjigje ndaj propagandës së tmerrshme që e ka bërë dhe po vazhdon ta bëjë vetëvendosja nëpërmjet disa deputetëve dhe shumë qindra mira profileve të rrejshme, ku thonë te e ke taku këtë, te e ke taku atë. Po anëzirin atë fotografin me Grenellin, me Edi Ramon, me Gjuriqin e me gjitha ato. Këto janë me inteligencë artificiale, nuk ka qenë Edi Rama, ka qenë Bajram Begaj në atakim, kanë qenë përfaqësues të Kroacisë, përfaqësues të Bosnjë dhe Hercegovinës, përfaqësues të Malit Zi, përfaqësues të Amerikës, dhe për ato ekziston transkripti që unë kam folur vetëm për zhvillim ekonomik dhe potencialin ekonomik që e ka Republika e Kosovës. A ka qenë takimi fshehtë ai apo si? Jo, absolutisht, ne kemi publikuar në shtator. Në shtator të vitit 2024, më zgabofsha ka ndodhur, ose 2025. Po interesant, edhe pas atij takimi, i cili ishte publik dhe doli në media, dhe unë sqarova çka kemi biseduar, zoti Kurti erdhi dhe më kërkoi bashkëpunim 10-15 vjeçar dhe kërkoi që unë prapë të jem presidente dhe ai kryeministër. Pra, atëherë nuk ju pas ka penguar një takim i tillë dhe në këtë kontekst, pra një takim i cili ishte ftuar në emër jo vetëm të përfaqësuesit special, po edhe të sekretarit të tregtisë, e shumë zyrtarëve tjerë amerikane, ku ishte edhe presidenti Begaj, e shumë të tjerë, 10 njerëz ishin në takim. Takimi ishte publik, diskutoi për zhvillim ekonomik dhe në fakt për shkak të një takimi tjetër me zëvendës sekretarin Landau, unë aty arrita vetëm minutat e fundit dhe prezentova potencialin ekonomik të Kosovës. Pra, në qoftë se ata dojnë të godasin për takime publike, për takime transparente, për takime ku është diskutuar për potencialin ekonomik të vendit dhe në prezencë të 10 njerëzve të gjithë rajonit përfshi të presidentit Begaj, atëherë pyetja është në rregull. Hajde të gjithë në kuvendin e arshëm të Republikës së Kosovës, po shkojmë, po i publikojmë të gjithë bashkë transkriptet tona.